Një grup i organizuar protestues në Tiranë ka dërguar një letër zyrtare ambasadorëve dhe shefave të misioneve diplomatike të vendeve perëndimore të akredituar në Shqipëri, duke paraqiter një platformë me 5 kërkesa kryesore drejtuar qeverisë, duke kërkuar mbështetje ndërkombëtare për zgjidhje të krizës politike që ata e konsiderojnë të thelluar. Dokumenti i nënshkruar nga grupi koordinues i 27 protestave të zhvilluar deri më tani në Tiranë, siç përmendet në dokumentet, cilëson situatën aktuale si një moment vendimtar për zhvillimet demokratike të vendit dhe thekson se lëvizja përfaqëson një mobilizim qytetar paqësor. Në krye të kërkesave të paraqitura qëndron ndërheqja e kryeministrit dhe qeverisë aktuale, e konsideruar nga grupi si një thesar thelbësor i panegociueshëm për, siç thuhet në letër, për të rritjen demokratike të vendit. Si alternativë, protestuesit kërkojnë krijimin e një qeverie tranzitore teknokrate dhe jo partijake me mandat 12 mujor. Sipas dokumentit, kjo qeveri do të kishte për detyrë mbikëqyrjen e një procesi reformash të besueshme dhe të paanshme, që do të synonin stabilizimin institucional dhe përgatitjen e kushteve për një fazë të re politike.